asnjë transformim i madh, i thellë dhe i vërtet nuk mund të jetë pa hequr të tëra në kurriz. Do të ketë pa diskutim zhgënjime, do të ketë pa diskutim momente kur duket sikur asgjë nuk ja vlen. Do të ketë pa diskutim edhe momente kur progresi mund duket i ngadalësuar e mund lindin dyshime. Por asnjë rrugë suksesi nuk ndërtohet përmes rehatisë dhe kombet jo nuk ndërtohen në momente rehatie. Ato ndërtohen në tensionin mes asaj që ishte dhe asaj që duhet jetë. Por e bukura sot është ajo që Shqipëria mund të jetë, nuk është më një ëndër e largët, por është një rrugë e hapur, një rrugë e dukshme, një rrugë e prekshme mundësish për të gjithë. Ndër shumë gjëra që mund të sidhja këtu në të samit, zgjolla të sjell një gjest, një akt, një vendim të qeverisë shqiptare që mua më duket se ka brenda përveç konkretësisë vetë edhe një simbolik. Paketën e maleve për të gjithë ata që e kanë lënë tokën e tyre në mal për të kërkuar një jetë më të mirë jashtë Shqipërisë. Malet kanë qenë gjithnjë larg jetës dhe larg zhvillimeve të këtij vendi. Malet kanë qenë gjithnjë vendi ku shqiptarët janë tërhequr për të mbrojtur, për t'u fshehur atyre që i kërkonin për t'i marrë rob e për t'i asimiluar. Por sot ka ardhur dita e bekuar kur malet mund të bëhen edhe ato pjesë e burimeve të mirëqenies shqiptarëve. Sepse sot, për herë të parë në historinë tonë, ne kemi dy gjëra që deri jo shumë vite më parë nuk i kishim. Kemi Shqipërinë e besuar nga bota dhe shqiptarët e botës me besimin tek Shqipëria. Kemi botën që vjen përmes vizitorësh të shumt dhe eksploron edhe malet. Dhe kemi shqiptarët e botës që tani më e shohin se Shqipëria nuk është më e bukur dhe të rejse vetëm për ta, por është e bukur dhe të rejse edhe për ata rrotull tyre atje në qytetet ku jetojnë. E prandaj unë i them shqiptarëve që e kanë një copë tokë diku në një mal, diku në një kodër, që e kanë një shtëpi të braktisur të gjyshit, atë stërgjyshit, që ta marrin në dorë paketën e maleve dhe ta kthejnë atë tokë, ta kthejnë atë shtëpi në një burim mirëqenie.